Seanca e radhës për aferën Partizani, dosjen në ngarkim e ish-kryeministrit Sali Berisha, dhëndrit e tij Jamar Bermalltezi dhe të tjerë pritet të nisë me dëshmit e 7 personave. I pari në radhë është thirrur deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla në cilësinë e kallëzuesit. Në total, SPAG bëri kërkesë për thirrjen e 11 personave, mes tyre dhe Paro Laci, në seancë në cilësinë e dëshmitarit që u pranua nga treshja gjykuese Elsa Ulliri, Bib Ndreca dhe Rudina Palloi. GKKO ka pranuar kërkesën e depozituar nga mbrojtja e Berishës dhe Maltezit për thirrjen në gjykatë si dëshmitar të kryeministrit Edi Rama në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Sipas avokatëve, Rama është person kyç në këtë proces, duke pretenduar se ishte ai personi që përpiloi bazën ligjore për ndryshimin e destinacionit të Truallit nga klub sportiv në shesh ndërtimi. Gjykata e posaçme antikorrupsion ka rrëzuar kërkesën e të pandehurve për thirrjen së dëshmitarit të oficerit OPG Besmir Karanja, i cili sipas avokatëve të Berishës është aktivist i Partisë Socialiste dhe se është i paguar për të hetuar kryetarin e opozitës. Dosja në aferën Partizani kaloi në gjykim 19 maj. Berisha do të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, pasi akuzohet se në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarrë veprime konkrete në miratime ligjesh dhe aktesh nënligjore, ku përfitues ishte edhe dhëndri i tij. Edhe Jamar Bermalltezi është nën akuzë për korrupsion, por dhe për pastrim parash. Sipas SPAK, ai ka përfituar të ardhura me vlerë 5.4 milion euro nga një biznes ndërtimi në mënyrë të parregullt, pas vendimeve të qeverisë të marrë nga vjerri e tij. Ortaku i Maltezit, Fatmir Bekteshi, akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa trashëgimtari i tokës Gjimi Begeja dhe financierja Andja Pustina do merrej me punët financiare dhe ligjore të kompanisë Home Plan, akuzohen për pastrim parash. Po ashtu, në gjyq për pastrim parash janë edhe 3 kompani Kontakt, Home Plan dhe Studio Pustina.